Thash që sot do të flasim për Pejan, edhe në fakt do të flasim për Peja Outdoor Festival, një festival që po organizohet jo për herë të parë dhe në një lidhje të drejt për drejt e kemi Raif Gjikullin që është drejtor i festivalit. Ka shumë aktivitete, ka muzikë, ka argëtim, do të sjell vizitor vendor, por edhe të huaj, e detajet e tjera do t'i kuptojmë tash përmes bisedës me zotrin Gjikullin. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Shumë kënaqësi që po bisedojmë, uroj që t'ju shkojmë barë me sa e pash në disa postime, është bërë zyrtarisht hapja mbrëma. Po, kemi pasur një ceremoni me stafin organizativ, do me thonë që jemi shoqata që janë të inkuadrume, mbrëm në mullinin e Azhizekës, kemi bërë si hapje solene, kemi pasur deri pas musafirët komunën e Pejës dhe musafirët e tjerë, dhe mbrëm kemi filluar, do me thonë, po prej sotit fillojmë aktivitetin. Dhe qysh e pa dje, nuk është hera e para, apo jo që po organizota? Jo, është edicioni i dytë, mendoj që ka me vazhdo me edicionet tjera, mendoj që kjo edicion është pak ma i pregaditur, vitin e kaluar ka qenë shumë, vitin e kaluar kemi pasur interesim shumë të madh të musafirëve, po këtë ditë po shihet se është interesimi shumë më i madh, kemi shtuar edhe disa aktivitete, edhe mbrëmjet festive janë pak më të veçanta, kemi sjell muzikë pak më me emra më të mëdha të këngëtarëve, edhe shpresoj që këto 3 ditë, edhe për fat të mirë, motin e kemi shumë të mirë këto ditë, vitin e kaluar, vitin e fundit kemi pasur me më pak të lashë, po si vjet po shihet që moti është në favorin tonë. Si vjetë edhe më të përgatitur me një përvojë, me komente prej tjerëve, mesazhe cilat ndoshta keni mujt me i përmirësu disa gjëra, keni mujt me shtu aventura të reja, atraksione të reja, por që tash edhe mote e bën edhe më të mirë. Për ndryshe Peja ofron shumë çka, një vend kaq i bukur që mundet me sjell kaq shumë atraksione, edhe gjëra atraktive, edhe për vizitorët vendore dhe të huaj. Na tregoni çka saktësisht. Ishte një agjendë mjaft të ngjeshur, qysh e keni menduar të organizohen gjitha këto për datën 13 edhe deri më 15? Shqo Peja ka shumë organizata, shumë shoqata, po biznese që merren me turizmin e avanturës. Peja njihet si qyteti i turizmit në Kosovë, falë me djegëve që i kena buzë qytetit, edhe falë punëve që kemi bërë në terren, Peja ka merituar shumë më herët këtë festival. Pra, do me thonë, kemi duke filluar si nga ecet malore apo hikingu, kemi via ferata, nxitje në Shkëmbi, zipline, kemi speleologji, vizitë në shpella, eksperimentim të shpellave, kemi kemi ciklizëm rural, do me thonë në fshatrat e Pejës, kemi edhe ciklizmin malore e bike, që ka të bëjë që ngjitet në bjeshtë e rrugovës. Po ashtu kemi aktivitete dhe shumë aktivitete tjera, se është primen gjenda shumë e ngjeshme, edhe po kemi edhe yoga, po këtë ditë jemi koncentruar shumë edhe në aktivitetet për edukimin e fëmijëve, që kanë të bëjnë, si për shembull sot prej orës 16 kemi një aktivitet për fëmijë, hiking në natyrë, është një ecje shumë e lehtë ku do të marrim disa pajisje të kampingut, disa harta, busolla, do t'i tregojmë fëmijëve si bëhet një kamp, si orientohesh në natyrë, ka është lindja, ka është perëndimi, po ashtu t'i kallëzojmë, t'i tregojmë si të ruhet ambienti. Pra, jemi marrë shumë me këto edhe ciklizëm, po ashtu nesër kemi në fakt qytetit një rrota për siguri, për fëmijë, kemi bërë shumë aktivitete për fëmijë, si edhe ngjitje, do me thonë fëmijëve i kemi japur rëndësi shumë të veçantë në edukim. Më vjen shumë mirë për këto se çka po e dëgjoj, dhe gjitha aktivitetet janë falas, apo jo? Po, edhe këtë ditë kemi vendosur, këto du me ju falenderoj shumë sponsorëve apo donatorëve, ose mbështetësve tonë që na kanë, ne në qytet njihem që këtë organizim e bën shoqata vjeshkatare Gjeravica, njihem që i bojnë punë vullnetare dhe kështu i kena pak në bizneset e Pejës edhe bizneset në institucionet e Pejës që kena pak dyert e hapura, si vjet ka qenë disa aktivitetet kanë qenë me pagesë, po falë sponsorëve dhe donatorëve kemi vendosur që të gjitha të janë pa pagesë. Organizimet, çdo organizim e ka logjistikën e vet, e ka shpenzimet e veta, po falë shoqatave dhe bizneseve kemi arritur edhe këtë vit t'i bëjmë gjitha aktivitetet pa pagesë.
Harova me cekse dhe në këtë aktivitet e keme edhe paraglidizmin, që fillon prej orës 9 sot, edhe tërë ditën paraglajt atë ditë janë në qytetin e Pejës, është aktivitet shumë i kërkuar, Po. edhe besoj që kena me kalu mirë. Unë e posh edhe në faqe do të ka pas mjaft shumë interesim edhe për me i ditë aktivitetet edhe për me pa mënyrën se që zhvillohen. Qysh me ndëni, a do të shkojnë mënyrën e dur, do të jetë organizimi në mënyrën e dur, për shkak që ka atë shumë aktivitete, por duhet të jenë me orë të ndara, sepse interesimi është e mjaft i madhë me sa e posh. Po, ne kemi pasur disa aktivitete kanë qenë me numër në regjistrim, kanë qenë me numrat limituar, si janë plotësuar numrat, janë ndërprerë regjistrimet, janë kontaktuar personat, janë pikat e niset për çdo aktivitet, janë personat përgjegjës që do të merren me aktivitet, janë guidat të specializuara, duke filluar nga ecja, nga ngjitja shkëmbim, nga via ferata, çdo aktivitet i ka personat e vet dhe ata do me thonë 90% aktiviteteve fillojnë mund nga kjo zyrja që është në qendër të Pejës, zyrja informative e turizmit, edhe për këtu tuja 90% aktiviteteve fillojnë nga këtu. Këtë përparësi e ka Pejas edhe bjesht dojnë në kom prej Pejës. A keni arrit me vrejnë ndoshta prej edicionit të kaluar, a ka pas edhe turistë të huaj të cilët kanë qenë të interesuar të vinë dhe të bëhen pjesë e këtij festivali? Po, edhe vitin e kaluar kemi pas shumë turist, po dhe këtë vit kemi shumë, Kosovën për nëjë monash kemi shumë nga Shqipëria, nga Marizin, nga Macedonia, po ashtu kemi nga shtetet e Evropës, edhe për pak të mirë mbram gjatë shëtitjes në përshtash në diçka rregullim, ishin do musafir nga Amerika, ata i mundësum për me regjistru do aktiviteta. Shumë knaci për shkak që e rritë ndoshta edhe ekonominë e vendit, e kësaj komune, për shkak që ata duhet diku të akomodohen, të marrin pjesë në këto aktivitetet që ishin se cila ma e mirë se tjetra, edhe ka prej atyre personave që ju gjitha aktivitetet i kanë provu, e kanë mundësin që të pak të njëherë në jetë, ose të bëjnë zipline, ose të bëjnë paragliding, ose peshkime të ndryshme, ecje, ngjitje, ciklizëm, të cilat janë falas, madje, kjo është edhe më e mira. Po, ashtu është. Ashtu është në qëllimi i festivalit është që t'ja kthejmë jetën Pejës, se kemi kujdesur shumë edhe për eventën të mbrëmjes, po dhe çdo do me thonë ne jemi të interesuar që turistin ta mbajmë sa më gjatë në komunën e Pejës. Mos të vjen tranzit, se ka shumë mundësi, e mbas këtij festivalit mundem i pas që kanë mundësi të aktivitetet në zhvillim Pejë. Jo keni pa dhe agenda shumë e ngjeshur. Ne mundon turistit që të qëndroj 3-4 ditë në Pejë. Ajo është, ato më me shuj turizëm. Se turizmi tranzit me 3-4 orë nuk është turizëm. Pa fjetë, turistit basi kanë një natë në qytet, në basi kanë një natë në qytet, a i fillon me shpenzu pare. Ndërsa, ju e përmendët që do të ketë edhe muzik prej këngëtarëve, ndërsa edhe më të njohur, a mundesh me i zbulu emrat? Po, sonte kemi në Pejë për herë të parë në shesh Ajban Skenderën dhe Gypsy Group, janë 2 grupe. Do më thonë, në aktiviteti fillon prej orës 20, do më thonë në shesh të qytetit, sonte keni nderin me pa Ajban Skenderaj, që është një emër me renome, në edhim kush është Albani, edhe kjo është gjitha papages, do më thonë, është i hapur për krejt qytetarët e Kosovës dhe rajonit. Uroj që të kaloni sa më mirë, tjetë një organizim, ashtu që që keni mendu me shkumbarë. Kemi Eugen Shpepën, edhe hotspot grup, një grup nga Tirana, po ashtu të diellën e kemi një aktivitet shumë interesant Peshara, që është një lokacion që është në komunën e Grykin e Rrugovës, aty do të ketë kajakim, rafting, po ashtu do të ketë edhe aktivitete shumë për fëmijë, do të ketë pralla për fëmijë, painting, ngjyrosje të fytyrës fëmijëve, edhe janë disa zhonglera që do të bëjnë atrakcion si cirk në atë pjesë. Po gjitha mundën e mi po në rrjetet tona sociale në Peja Outdoor Festival, aty keni të gjitha të listuara. Pa kemi ngarkuar edhe pi haraj, po duke biseduar, po në të internet. Po, mirë që i përmendëm të paktën për ata të cilët edhe nuk e kanë ditë, ta marrin vesh që po organizohet një festival i tillë, edhe duhet me u regjistru pak më herët? Po, unë që shtrëgoha për aktivitetet e sot ditë janë mbyllur regjistrimet, por nesër edhe mbas nesër janë të hapura. Ato që janë pa kufizime. Ato që kanë qenë me kufizime, ato janë mbyllur para 3-4 ditë. Për shembull, via ferata
grupi mbi 20 persona nuk bën, ato kanë përfunduar, po ka aktivitete hikingu, ciklizmit, janë të hapura. Du me ceksa dhe ciklizmi është shumë interesant, vitin e kaluar kemi pasur afër 200 ciklistë që kanë bërë aktivitete, këto shtigjet. Kjo është interesant se vizitohen gjitha fshatat e komunës së Pesë, ku do të ketë degustim të ushqimeve tradicionale. E kemi menduar atje që edhe të mendojmë për agroturizmin në pjesën rurale, jo në veshin në pjesën e Beshkës së Rrugovës. Atëherë ju uroj ditë sa më të mira, të këndshme mi u ecë gjithçka mbar, me shku mirë, ashtu qysh edhe ju e keni mendu edhe gjithë ata vizitorë cilët vinë në këtë festival të kënaqen të kalojnë kohë sa më të mirë. Faleminderit shumë për kohën edhe informatat cilat i keni ndonë ne. Faleminderit. Jeni të mësohet në kurit në pejnë. Faleminderit shumë, me kënaqësi.